Ajo edhe kemi performuar ndryshe, sepse ndryshe unë jam vajzë festivalesh, Soni ka një karrierë tjetër në për klabe, ashtu si kurse janë dhe shumë kolegë të mitë dhe nuk e di ku është pika e lidhjes. Aman më Jonida, aman. Aman më shpirt, po qa pas ke qenë, Sinqerisht. Se të lyet që i vla jo të shqitu, se kemi djellë dhe ke pa përdorin SPF e zjeta. Dëgjoj zemra, që ke këtë muhabet? Po festival ti, festival Soni. Ka qenë Soni tjere të sheja, të festivali këngës, ka qenë tek Top Festi, ka qenë të kënga magjike, pa tjetër këndon dhe klabeve. Problemi është që klabeve, për shembull, nëse ti nuk je klabeve, nuk je sepse nuk të duan, nuk je fanbase, kjo është e gjitha. Pastaj, pse e ul dike të ngresh veten? Çfarë shembull, artisti ka vizion për te të mirës, të nxjerrë anën më të mirë të çdo person, po jo kaq tër mlef më motre. Kaq shumë të ka lënduar Soni, kaq shumë të ka zbehur në ferm ajo qëndrimi saj. Pse më motër, unë nuk të honeb zdot fare, për kokën tënde nuk të honeb zdot. Unë mendova se do kishe në një qik ndryshim, po jo me kam pasur pak empati për ty, po të shtit zero. Jo sepse po i bie Sonit, absolutisht. Mënyra se si ti po flet, tër mlef, tër urrejtje, tër inat, tër ambicje, tër ego të shpifur, e kupto dhe ambicje të shpifur, se ambicje kemi të gjithë, po varet në qa lloj konteksti e kemi ambicjen. Se po si ambicios nuk hecën do të njët. E kupton? Soni ka 20 e ca vjet, 20 vjeta, 20 e kusur vjet, që ka bërë këngën Je gjysma ime në këtë këngë. E dim dhe jarëm shtrojmë në orën 3 në gjesit, bashkë me shejtanit, me uqun 3 qerek, se 3 qerek zgjojnë shejtanit gjindit. Larg shpis. E di si këngë, e di. Apo fluturimi, e kupton? Apo, ku di unë shumë këngë të Sonit. I mbaj mend, po them një të përmenda që ka 20 e kusur vjeç, 10-12 vjeç kam qenë unë atëherë ku ka shumë, e mbaj mend sot e kësaj dite. Më pshtyp puma bef shumë, po mbajta mend një këngë tënde. Di çat mbaj mend unë, të ardit Gjebreja për shembull të mbaj mend që ashtu ja ke qenë juriste, te festivali s'mbaj mend fare gjanën, po të mbaj mend që e përfolur për shembull për lidhin me atë ishin tënd me Romeon, për këto gjërat këto, për Roz, më sakt, për lajmet e Roz të mbaj mend, për ndonjë kështu nuk të kam dëgjuar të bësh bum për ndonjë wow. Po nejse, gjithsesi, atëherë nuk jam askush që të kritikoj apo të paragjykoj punën tënde, je artiste për të qenë, por me këtë lloj nivelesh që ti po shfaq sinqerisht artiste si puna jote, inshallah Zot mos më ti takoj. Kaq ziliqar, si ti dhe i liri një herë, edhe i liri, një lloj jeni të dy. Nejse. Ajde, më të që u leva të shikoj si më bëhet ashtu, për qef.